Mirëmëngjes, jemi në vigjilje të Kshnellave 24 dhjetore, mërkur, koha e mrekullueshme, mos e mrekullueshme në familjet tona e kam fjalën apo jo. Mirëmëngjes Fabi, mirëmëngjes kolega. Është një nga ato ditë që moti jashtë me zeza mor bur sot, domethënë. Pse? Që ka me zezë, nuk i pash, ishte natë, ishte errësirë, mendova që kisha vesh të bardhat. Okej, një koment të shpejt për fjongon e kolegës. Kishte rënë pak si ai yllit e Pema që bie rrezohet, por e sistemua. Mund të më thoni herë pas here kur është i rënë për ta ngritur? Jo, mbaj, ashtu shtrëmbër se të shkon. Këto i vë vet apo ti vën? Këto mi blen mami. Ti blen mami. I kombinoj vet. Po. Çfarë ka blen mami ti koleg? Çfarë ka blen mami? Mami më ka pas bler, se tash zakonisht. Tani blejmë ne mamit. Për Krishtlindje thua ti? Një krisht. Plastike, ama tash. Ku e ke vendosur? Po tash themi të vërtetën apo të gënjejmë, se kush e ma mend tash? E sheh këtë program dhe do më gjergje dhe pastaj të merr mas emisionit edhe skuqesh. Do të them Save, Maria do të them? Jo, mjafton një telefonat e gjatë me pastor Paulinin dhe ke kry punë. Po. Mirë, po... Shko ka si shumë shtrëmbër, vërtet kjo. Nuk ka rëndësi, nuk është hera e parë që ne nuk në dalim fjongët ashtu si që kemi menduar. Pastaj një nga arsyet, pse e shohin këtë program, janë fjongët e tua, Fabi. Faleminderit, mami. Urime. Faleminderit, Ami, do të thot faleminderit, Mami. Mami, tha pse i bie në qaf vajzë. Dhe kolegu mendon që unë... Jo, mos e thuaj që mendon kolegu. Mos e thuaj fare që mendon. Por jo, nuk është e vërtetë. Duket sikur duket, por nuk është ashtu si duket. I lan duart me ujë dhe sapun. Po. Praktikisht i ke larë duart me Fabin. Se Fabi është ujë dhe sapun. Kjo ishte... Koleg, shumë faleminderit. Kolegu patentoje të si shprehjese. Jam si që ka bërë mami. Po. Ka gjatë ka bërë mami, sa pas ka vuajtur. Si? Ka ishtë ka bërë mami? Po, ka. Qa ke me gocën më burë? Qa ke me gocën më burë? Asë që, po vim viti ri jam grinç. është nervoz. është pak periuda me keqe, kolegu të është kjo periud. Kjo është, 1 janar, 26 dhjetor. Për t'i bërë shaka dje, shkuam dhe i prishëm pompën e pallatit. Si dikur. Nuk na tha si është moti deri për vitëri. Moti është i ndryshëm. Nuk flet, me lek, thot, me lek. Ta thash edhe një herë, në këto ditë nuk ka rëndësi fare si është moti jashtë, rëndësishme është atmosfera brenda. Atmosfera shumë e ngrohtë, Megjithatë ky ka një atmosferë të mrekullueshme që në 28 dhjetor, nuk e ka problem, nuk e heq pemën. 28 shkurt, e ka prap. 28 mars, e ka prap. Jo, se mua ankuat para ca ditësh, po pema jo ande, po këte, avantazhet e të qenë... I erdhi koha pemës. Bravo. Edhe imagjino që unë nuk festoj as Krishtlindjet. Po, kjo është arsye që është i vetmi që e ka pemën pas bukurime, siç kemi në studio. A di pse, koleg? Jam musliman. Jo, ke lexuar libra në periudhë, pa e kuptoj. Megjithatë, po, qyteti është të zbukuruar dhe kryetari është menduar që në fillim të nëntorit për ta përcjellë një atmosferë. Dhe qyteti është kaq shumë i zbukuruar sa kolegu ka 2 muaj që nuk i bi nga bulevardi. Po pse kështu? Është musliman. Jam Bektashi. Për pikturat 3D, qa mendimi keni? Të njëjtat piktura që kam për ato 2D, 1D më shumë. 3D ka pas bërë përshtypje, sidomos fillim. Madje një herë bleva televizor 3D. Po, edhe unë kam blerë televizor 3D, kam pa se një film, një. Unë pash vetëm titrat i filmit që më vinin kështu, dhe edhe e hoqja televizor. Të vinde që kështu si për të përzirë. Po, futbol 3D ke pa njerë? Futbol 3D kam parë, koleg. Po, kam parë dhe unë, një të merë. Do të shikoni 8D. Jo, po 12D. Në kinema, po. është 8D? Po, ka kinema. Duket sikur e përqafon aty. Efekte, po, që lëviz bashkë me se diljen. Po. Madje ka dhe aroma, për shumë. Po, 8D është, ti e di që të kinema 8D nuk ka tualet. Po që do? Jo. Po, sepse është... Efekti. Atjen. është efekt. Ndërkohë, koleg, në ca kinema këtu është një... Shofim filma 5D. Prandaj do vazhdojmë me një pikturë 3D që Tromax kanë imparë. Nuk e di çaj jetë. Është vigjilja e Krishtlindjes. You're right, man? I'm good. That thing is way too real. Careful. Oh my God.
Got you good, huh? So real. Look at this. Unreal, right? Totally fell for it. Dude, watch it. Whoa, what the? Ah! Oh my, I thought that was real! Got you good, man. Just chalk. Okay, that's amazing. Wow. Pyetje, pse rrezon? Do të thënë, vizativa janë shumë bukur, shumë reale, aktrimi shumë i dobët. Po pra. Ama se tani, Jo, mendja të bën një lojë. Ndoshta mendja tregon, do të thënë të detyron të rrezohesh për të qenë në safe. Ato shikonin diçka në celular që vinte rrezimi pastaj. Ku e di Si ke folur ka ti me diti? ato? Kam folur. Se nuk nxorë titrat. Po tani ai që do të kuptoj e kupton. Po pse jeni bërë kaq gërnjar sot? Jo, nuk jemi gërnjar, jemi Nuk kam real, asnjë jemi problemi, nuk kam asnjë. Un kam i fobi këtë periudhë. Nga babagjyshët nuk të vjen në shtëpi, apo Babadimrat mëra. janë të tmerrshëm, babadimrat sa mirë që ma the. Dhe mbi të gjitha, për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, nëse shihni një babadimër faqe kuq, çojeni menjëherë tek mjeku se vua nga Mëlçia. Ka pyraki. Është pianec, domethënë është një fest, domethënë shumë e bukur etj etj. Por mesazhi i babadimrit ndaj fëmijëve është pro alkoolit, pro drograve, kolega, apo jo? Po, kam bërë dhe një film atje, Bad Santa. Po, e kam parë. Pastaj si mund t'ja besosh fëmijën tënd një burrit pa njohur ta vendosi këtu? Jo. Po për foto është. Edhe për foto. Mes ambient të babadimrave hapur mund jenë të fshehur shumë njerëz të rrezikshëm. Po vrasës. Po. Edhe më keq se pra, pra. Kështu që qëndrojeni larg këtyre personave. Ke pa ndonjëherë babadimër gay? Jo. Asun. Po babadimër që bën hip hop, keni parë? Që lidhe ka gay me hip hop? Po ndryshojnë temë. Ti do të Jo, e kisha fjalën që barazia gjinore ku është? Ne, vitin tjetër. Domethënë duhet patjetër një babadimër, ë? Dorsa për hip hopin nuk ka. Unë kam pa babadimër që bote heavy metal. Unë kam pa i babadimër që është ullur të guri ku ka ndërur para shjevis i madh. Është i përvitshëm ai aty? Unë kam baj babadimër të qendra tregtare, duar të lartë, kjo është një grabiti. Ka qenë disa. Tani, banda e babadimrave. I përshëndesin të gjithë, domethënë ndoshta e shohin këtë program. Super çuna. Shohin babadimër. Edhe me mendim, jo kështu. Kod në kod. Megjithatë le të ndalojmë tek këto gjërat e thjeshta të babadimër hip hopist. On that Grinch, on that Grinch, on that beat. I see the presents I drop. Make this Christmas stop, hey. Just stop, hey. Just stop, hey. I can't stand an Elise when they're eating on that feast and carving that roast beef and carving that roast beef. Sa bukur. Shumë bukur. Interesante. Shumë bukur. Po që janë këto gjëra, dhe më ishin fëminore komplet, dhe më thëmë nuk... E bën zoti, e bën era, është efekt... Fale, unë jam gjithmonë pro teje. Faleminderit shumë për lekë. Po zoti mund të kishte një punë tjetër se sa të bënte babadimrin kështu. Apo zoti mund të kishte një punë tjetër të jete syt nga kolegu, po. Që si fest, si o fest ti vazhdon pi vetëm një kanaçe birr? Falko? Absolutisht, koleg. Në mëngjes, kam fjalë. Jo në mëngjes. Çfarë bën mëngjes ti, koleg? Në mëngjes asgjë. Po pas mëngjesit. Pilacet, po i ngatroj urdo. A je autori shprehjes ku e di birra sa ashtore? Kjo është e vërtet, kjo është më e... Kjo është më e fortë se birra. Po mirë, për shembull verë të kuqe tani këtë periudhë për festa? Jo. Verë të bardhë? Birë të kuqe po desh. Verë të bardhë? No. Unë bëj një verë që jetë brenda kanellë, verë të zier, verë të ngrohtë. Të zier. Qa jetë fruta, kanellë? Jetë portokall, kanellë, karafil. Detergjent, mirë shumë. I zije i bashkë edhe del shumë e mirë. Është spanjolla apo austriake? Është spanjolle. Po pse e pinë austriake? Nuk e di. E kanë gjithë. Ka një problem ajo vera, koleg, që kur e pikë kështu të frynë buzë. Si verë. Nuk e pi, nuk e kam pirë që në mëngjes. Koleg, kjo që sa po the, është një nga problemet më të mëdha që kemi ne... Si shoqëri. Si shoqëri. Unë po e bëj sikur nuk e qëqë. Bullizmi në vëndet e punës. Po, nuk është bullizm, koleg. Po, ashtu ke qef ti, koleg. Jo, pra, jo. Shovesh botën, ashtu është. Shohim kolegun duke majtë pemën atërë, se që do bëjmë. Të dua sa një pemë, ke dëgjuar në njërë si shprej? Po. Ose mos më rrit si pemë. Ose mos e ngacmo kolegen.
qatë keqe ka kjo gjë. është pema një kooperacion. Ndroj baterit o kolegë, se su për shamet. Ndroj baterit, po janë me lek baterit, o kolegë. Po si janë me lek. Femën e kam durat. Nuk mund t'jesh ka që keqe edhe për Krishtlindjen. Femën e kam durat, kolegë. Nuk ka mundësi. A mund t'i bëj një pyetje, fëmijëve çfarë u bërë dhurat për vit të ri? Fëmijëve u bëra dhurat një tregim. Domethënë, ja. I lexoj tregimin vajza e shkrepseve? Një gjë ngjashme. Ja, e bukura dhe bisha. I tregoja se sa të varfër kemi qenë ne dhe që s'kërkonim dhurata për vit të ri. Faleminderit babi dhe ne nuk kërkojmë. Nuk falë të lutem, domethënë të varfër kemi qenë, pa të lodrën kineze me magnet nga poshtë që kishim. Ata arkën e kursimit që nxirrte gjuhën qeni. Pa. Babim ka patur një orë me kurdisje, me atë pulën, gjelin. Kam pas gjithë shqiptarët atë. Gjithë e kemi pas në shtëpi atë. Po. Pastaj pulën e oqëm. E hëngrëm se? Po, se do hashim për vit të ri, pak e shumë kjo gjë. Babi e ka akoma gjallë pulën? E kam. Domethënë, unë ja thyeva pa dashje, orën, kur xhirova përpara 3 viteve këtu për programin ton një kronik të një kolekcionisti, arrita të shoh një të në orë dhe ja bleva. Ja bleva. Ja dërgova, tani nuk e di në cilin sirtare ka futur. Kur ja bleve atë të djelë të kujtohet që janë këtë pulë me patate? Jo. Shu keni gërë, mos ki merak. Por e tham këtë për të reguar që këshnellat vinë kudo. Edhe të shpia këtë që vinë edhe të shpia ati të, si që vinin edhe në kodë vështira tek ne, vinë edhe në Indi. Kupton apo jo? Në Indi është Siberi, Pakistan, etj. Prandaj, duam të përshëndesim gjithë të vënde që i kemi pak më largë me këngën e Krishtlindjeve. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Koleg, keni për? La. Hej! Pse e vesh me zeza, mërë. Ashtu ka shpirti, thotë. Just hear those sleigh bells ting-a-ling-a-ring, ting-a-ting-a-ling-a-too. Ring-a-ling-a-ling-a-ding-dong. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with a Jew. Outside the snow is falling and friends are... Dear friends, le të vazhdojmë me programin. Gëzuar, kolegë, Gëzuar për shumë vjetë, kolegë, dhe... Këto ditë këtë punë kemi, qëto ditë gëzuar. Më qatë keqe ka të Prishtinë. Kur do vje data 3 janar. Qatë thumë, bre? Prap, deri në fund janarit është gëzuar vitin e ri. Jo, a i deri në fund shkurtit ka gjellë e detit ngrirje. Njeri a komën, njeri a qafën. A është bërë si e shpisë, pjesë në adhim se am pjesë. Por do të vazhdojmë. Në Gjermani, ma do më nga do kenë ardhur festat të patjetër, dhe në të lidhje direkt ne do të kemi një ambientalist, ish drejtori i zonave të mbrojtura Fier, Ardian Koçi, i cili përpara disa javëve është nderuar nga Euronatur me çmimin i riu i vitit 2025. Jo për vetë faktin sepse ka transformuar Divjakën dhe Karavastan edhe disa parqe. Derisa aty u shfaqë Bexheti. Po, Bexheti ose njeriu anti-flamengo, po themi. Gjithsesi, nuk i pëlqen si vallëzim. Deri përpara se zoti Koçi të vinte në detyrë, ato parqe kanë parë tmerrin, gjuhëti të palishme, të shpendëve, janë sistemuar shumë gjëra, derisa erdhi dhe një moment tjetër që detyrua përpara se të shfaqej Bexheti, e detyruan të linte punën, të ikte nga Shqipëria, ka patur një sër peripecish në Gjermani. Qa thumi? Që bën një punë komplet ndryshe nga ajo çfarë bënte. Dhe ndërkohë dhe njeriu i vitit, Njeriu i vitit ka qenë surprizë, në fakt, nuk e ka pritur këtë nominim edhe të merrte këtë çmim, edhe si thot ai vet ka qenë një nder, të shite emrin e tij të renditur. A jemi në rregull me vijën editoriale se? Po, nuk ka problem. Tani e kishte për nder të shite. Unë nuk është se e kam për herë të parë që për vit ri. Kurse unë ndryshe nga Ardiani nuk bëj dot punë krau. Se kështu ti koleg? S'bëj dot. S'bëma është i përkëdhelur. Dhe po thoshte që e kishte për nder të shikonte emrin e tij të renditur mes politikanëve më me influencë njohur të gjithë. Do thotë një fjalë ai vetë apo do i thosh të gjitha? Po zotë kam pak të keq të çfarë të bëj. Në pjesën e dytë do kemi një kampion i cili kolegu është betuar që nuk do ta ngacmoj shumë, që nuk do t'i ushtroj presion gjatë lojës. A quhet bullizim të fitoj unë?
Për çfarë kampion ishte? Është kampion shau, është vetëm 7 vjeç dhe brenda vitit është shpallur 2 herë kampion. Si do fitoke ti me i qunë 7 vjeç, domethënë tani? Ai nuk do fitoj dot se është gjeni, është absolut në Shikoje nga ana tjetër. Shahisti. Shikoje nga ana tjetër, çfarë do thënë për mua i ka mundi 7 vjeçar. Çfarë nuk kanë thënë për ty deri më sot, po të shtu dhe kjo çfarë problemi ka? Atëherë koleg, do luash ti përpara? Unë s'di të luajsha. Ti di luasha. Domethënë ditë bëj lëvizje, po nuk e shoh. Koleg, do qëndrosh i qetë së fest, mos ja prish djalit Krishtlindjen. Hajde se po luaj me të majtën që ndoshta dalin barazim. Brian Ibrahimi është krenaria e Përmetit dhe e Shqipërisë, si thash. Ka ardhur nga Përmeti në studio, edhe do që të... Nuk ka ardhur nga Përmeti, është një hotel këtu afër, 100 metra është. Jo, jeton në Tiranë. Jeton në Tiranë, po është krenaria Përmetit, koleg. Edhe krenaria e gjithë Shqipërisë, pra, se ka marrë 2 kupa brenda vitit. Edhe do ky që ta mundin shah. Ai, sekond, se thot djali vetot, në ditë luajnore gjysmë shap, por edhe kur hum nuk mërzitem, kështu që djali nuk mërzitet. Ma, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi, si mund t'jesh kaq që nuk e di. Mirë, këtë e kam shkruar unë për t'i dhënë kurajo djalit. Se do m'japësh mua kurajo. Jo. Ndërsa në pjesën e tretë do ju prezantojmë një person fantastik. Ai është shkrimtar, është mësues, është psikolog. Ai quhet Frok Gjikola. Kam qenë në Lezhë, ku kemi kryer një bisedë fantastike bashkë, ku më ka shpalosur dritën e shpirtit të tij. Për fat të keq, zoti Frok nuk shikon, e ka humbur shikimin që në moshën 10 vjeçare, por nuk e ka ndalur të shkruaj libra, 6 libra, të ndjek 2 fakultete, të bëj kopshtari në atë tokën që ai ka, edhe ta jetoj jetën ashtu si të gjithë. Interesant bashkëshortja. Jam unë. E qartë. Je ti? Po ti na thuj përpara. Fabi, mund të bëj një pyetje, domethënë pyetje naive. Pse goca që ka dalë në fotografi me zotin Frok nuk të ngjan ty? Është këndvështrimi, është drita... Aty jam unë përpara Krishtlindjeve. Kuptoj. Pas Krishtlindjeve jam tjetër. Koleg, po anoj të teza jote. Faleminderit, koleg. Aty ka qenë një ditë xhirimi, një ditë e premte, se po kishim mbaruar programin. Dhe jam veshur me rroba sportive, jo siç më shihni klasike çdo ditë në program. Nuk është çështja e rrobave, Fabi. Çështja e ngjyrës së flokëve kam qenë më bjonde. Okej, mirë. Okej, dhe syt i kam pasur më ndryshe. Vetëm syt? Nuk kam lyer buzët aty. E qartë. Dhe me që jemi në prag festash, ashtu si i bërë një dhurat vetes, në i molës, në i gjë dëmë? Jo, vetëm një tonë sysh. Dakor. Atër, me që jemi në sezon festash, nuk e kontrolem do se sa ham. Gatuem shumë, byrek, baklava, kështu që nuk kemi çfarë të bëjmë. Falë lutem, gjithë vitin na keni qarë mendimin, duke thënë jo po kjo, jo po jo, i kemi... Tani për festa mos lëshojmë në fare. Tani mund të lëshoni, po duhet të ruajmë dhe një balancë. Dhe së bashku me doktoresh... E ruan kolegu, i fut gjitha me i pjatë. Dhe së bashku me doktoresh Albana Dakën, ne do ju sjellim disa këshilla, si të ruajmë balancën, si të hamë, si disa teknika gatimi... Do më thëmë, për të përtypur dim, nuk kam nevojt nga thot njeri që për të ngrënë duhet përtypemi. Te dentisti kemi qënë, punët e kemi në regull. Nuk duhet të emocionojmë shumë gjatë festave, të themi për shembull hajse po hamë të se s'kemi ku të hamë më gjatë gjithë vitit. A e baklavaja mund shtyje dhe të muaj. O ti ke qënë të shpia ime dje, se s'ka mundësi. Po ti? Gati për gjumë. Ka që ishte. Besoj kemi thënë shkurtimisht dhe shumë pastër. Dhe do lidhemi pas pak me zotin Ardian Koq.